Jemi drejt përse drejti në Vizion Plus në Kapital pjesa e dytë. Laku i ngushtuar, kemi vënë titullin e emisionit, lak që sigurisht ngushtohet edhe për qeverinë edhe opozitën. Eril Murati tha në radhë të parë për popullin shqiptar që e pëson në fundit nga ky tension i lartë politik. Jemi duke diskutuar me të ftuarit në studio në fakt domethënien dhe qëndrimin e ndërkombëtarëve, të cilët dihet tashmë në blok janë distancuar nga Partia Demokratike. Sigurisht nuk i pëlqen profesorët e Partisë Demokratike, zoti Mediu ka shumë vërejtje për qëndrimin e zotit And. Ai foli hapur, tha që opozita në mënyrë të qëllimshme, të paramenduar apo si duash, u largua, nuk kandidoi në zgjedhje, i bojkotoi. Fjala më e saktë. Atëherë, për të arsyetuar mbi atë çka thot zoti Han, me gjithë respektin që kam për institucionin, edhe për atë çka përfaqëson. Mos vëmendja dhe heshtja e Bashkimit Evropian për procesin zgjedhor në Shqipëri, deri një muaj përpara se të mbyllej afati i komisionit ad hoc, për mua është i papranueshëm. Nëse kishte interes të shtuar me të drejtë për reformën drejtësi, mendoj që drejta e qytetarëve për të zgjedhur është po ashtu shumë e rëndësishme. Ku do ta kërkojmë ne shqiptarët të drejtë, nëse një palë si ju thoni që është e pafalshme? Po sepse sepse sot po bën konkluzionet dhe po më thotë që është e qëllimshme, edhe unë po them që nuk është e qëllimshme. Provuam ligjërisht, nuk u pranua. Provuam me dialog, nuk u pranua. Provuam me protestë, nuk u pranua. Ç'duhet ndodh, do të thënë, pse që nga e qëllimshme nga opozita? Po cila gjykatë do ta përcaktoj? Atëherë ta mbaroj të vazhdoj. Kam qenë në një takim. Dhe nuk e kam komplekse, them edhe një herë. Në zyrat e Bashkimit Evropian. Një drejtor për Europën, Ballkanin Perëndimor, në mënyrë të drejtë për drejtë ju adresua partive opozitare përveç Partisë Demokratike që ishte prezente. Po flisni për atë rast që është për atë rast isha prezente. Është bërë i qartë, po. Jo s'është i qartë, po e qartësoj unë çik më tepër tani se kam qenë dëshmitar. Që ju tha që ju kërkoi të hyni dhe të merrni votë. A ta them unë apo ta thuash tjetër që duhet të them unë? Okej. Ta them unë pra, se isha atje edhe një herë. Do të thënë dhe tha, shumë mirë që nuk hyn Partia Demokratike në zgjedhje. Hyni ju se kështu merrni më shumë vende. Përgjigjja jonë ishte çfarë përfaqëson ti që na kërkon ne nga Bashkimi Evropian që të vjedhim ato mandate të cilat nuk janë tonat. A ka logjik që nga Bashkimi Evropian vi një kërkesë për një proces të manipuluar zgjedhor, sepse është një lloj manipulimi të marrësh atë që nuk ta jep qytetarit. Pra, unë mendoj që vështrimi ndonjëherë i sipërfaqshëm, qoftë edhe me standard dorës dytë, nga pikpamja politike, por edhe nga pikpamja qytetare, nuk të vlen as ty, as mua dhe as Cili ka qenë qëndrimi i Bashkimit Evropian pasi ju e denoncuat, sepse ky incident ka ndodhur rreth një muaj më parë, ju e denoncuat u bë Bashkimi Evropian ka thënë që çdo gjë ka qenë korrekte. Nëse ju e gjykoni që kjo është korrekte, unë nuk mendoj. Ku gjendet e drejta në ky moment? Ku gjendet e drejta? Nëse kjo është një pa drejtë. Të drejtën për një çështje besoj e gjykoj vetë. E gjykoj vetë nga pikpamja. Ka drejtësi drejtësia këtu? S'ka drejtësi se nuk mund ta gjykoj gjykat. Do një debat politik nuk shkon gjykat. Ja të diskutojmë disa ta mbyll të Hanit, meqenëse më thatë. E mora këtë shembull për treguar se sa në mënyrë sipërfaqshme shifemi ne si Shqipëri. Se sa në mënyrë sipërfaqshme ndikojnë dhe aktorë ndryshëm politik për gjykuar në Shqipëri. Shumë vonë Fatmir tani të themi për Bashkimin Evropian gjëra të tilla kur ne po ndrojmë të vemi atje. Edhe një, unë nuk po them për Bashkimin Evropian. Po njerëzit në Bashkimin Evropian nuk janë godina. E para një unë nuk jam armik i Bashkimit Evropian. Po ku do të kam qenë kryetari i parë i Komisionit Integrim të Bashkimit Evropian, por nuk mund pranoj. Edhe nuk duhet ta pranoni as ju që Bashkimi Evropian mund gjykojë çdo gjë në mënyrë perfekte. Sepse nuk është institucioni më perfekt. Nuk është palë. Dhe ata janë njerëz. Nuk është palë. Edhe pse nuk është palë, unë mendoj, edhe prandaj po e them çik kronologjinë se s'doni ta dëgjoni. Në takimin me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Han dhe zoti Doll, të dy bashk, kanë shprehur shqetësimin e madh për ndikimin e trafikut drogës dhe parave drogës procesin zgjedhor, në deklaratën që kanë bërë në mënyrë të përbashkët. Keni ndonjë fjalë rreth kësaj çështje këtu që mund ndikojë procesin zgjedhor? Si e shpjegoni ju?
Ma shpjegoni ju, unë se shpjegoj dot. Si shpjegoni që Bashkimi Evropian Unë nuk po e shpjegoj dot. Në fundit del me këtë qëndrim. Edhe njerë, Zoti Han ka dalë me këtë qëndrim. Ma shpjegoni ju, se unë nuk e shpjegoj dot. Kanabisi ka qenë shqetësim permanent. Jo, më nuk ka qenë kështu. Edhe në kohën e qeverisë Zot Berisha, ka pasur qarkullim me miliarda euro. Qofse do ta përgjigjsojmë të keqen, qofse doni ta përgjigjsojmë të keqen, kjo nuk i shërben asnjë zgjidhjes. Po ju them që kanabis nuk është mbjellë në aeroportin e Rinasit. Kanabis nuk është mbjellë në gjithë territorin e Shqipërisë. Nuk ka bërë vaki që të shkatërrohet kanabisi pa komision sipas kërkesës ka ligji. A ka përgjigje sot të asaj që ka thënë prokurori i përgjithshëm, që edhe ai që quhet shkatërrimi i kanabisit me tonelata të tëra nuk është proceduar sipas ligjit. As prokuror dhe as gjyqtar. Pa komision. Do të jetë kosto pra për qeverisin apo është faturë? Ju shiko, që ka kanabis nga veriun ju, këtë nuk e fshe njeri. Kjo presupozohet ju ndihmoj ju, apo jo? Shkoni zgjedhje, fitoni zgjedhje. Keni gabim, atëherë po ju nuk e duan kanabisin. Po ju them një gjë. Tani në maj që ta bëjmë dialog, a do bëni real? Në maj të vitit 2013 punojnë me këtë kanabisin? Ja ta them unë. Në maj sa para prodhon ky kanabis? Ti mendon që janë miq tan? Ta bëjmë bisedë, ta bëjmë dialog domun. Në maj të vitit 2013, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Vjesni Burga, ka dalë në konferencë për shtyp me drejtorin e Guardia di Financës dhe ka thënë ai drejtori i Guardia di Financës që në Shqipëri qarkullojnë çdo vit 4.5 miliard euro kanabis. Tani mos e merr se nuk po them që është kanabis demokrat edhe ky është kanabis socialist, po janë shifrat. Doli ambasadori i SBE-s para një muaji, tha që xhiro e kanabisit është miliarda euro dhe rrezikon të blej vota. Këtë shqetësim që thoni ju. Pra, unë dua të them që kanabisi ka qenë shqetësim dhe vazhdon të jetë shqetësim. Pa diskutim që nuk ka pasur aeroport të droge, por nuk është çështja ka apo s'ka kanabis. Çështja është që si kërkesa juaj pra për qeveri teknike dhe për të ndruar kryeministrin, se zoti Basha qëndrimi i tij ka qenë që të ikë Edi Rama, le di dhe një kryeministër tjetër socialist, bijem dakord, por për të marrë kohën e dur për të përgatitur zgjedhjet. Tani si qeveria teknike, dhe për mua opozita këtu ka vështirësi për të shpjeguar popullit se si kjo qeveri teknike për 2 ose 3 muaj dhe si ky kryeministër i ri teknik, po them zoti Majko, zonja Spiropali nuk ka rëndësi, si do arrin këta ta luftojnë kanabisin për 2-3 muaj në një qeveri teknike. Pra kjo është vështirësia. Nuk është çështja ka apo s'ka, sepse pastaj bijem në retorik. Ne jemi dakord që ka kanabis nga veriu në jug. Çështja është si do ta luftojë qeveria teknike kanabizimin. Bindja jonë është që kjo qeveri dhe ky kryeminist nuk ka vullnet politik për të. Biles ka bashkëpunim në këtë proces. Dhe ju mund të konstatoni fare thjesht, se jeni gazetar, që procesi i kultivimit të kanabisit, që është kriminalizimi i shoqërisë shqiptare, fillon me struktura të punësuara dhe me struktura të armatosura për ruajtje dhe mbrojtje të kanabisit, të cilat nuk janë as pak dashamire me ato të cilët i luftojnë, por janë dashamire me ata që i mbrojnë. Po ju marrë dhe një fakt tjetër, që shumë do me thënës. Ministri i Brendshëm, rreth 5-6 ditë më parë, ka pranuar në emision Top Channel që policia ka qenë në dieni dhe ka heshtur për këtë proces. Po kjo dihet, nuk ka nevojë ta pranojmë Ministrin e Brendshëm. Atëherë se që këtu a doni ta bëjmë analizë? A doni ta bëjmë analizë apo doni? Atëherë kryeministri Rama, vetëm s'është analizë. Ore kryeministri Rama deri dje thoshte që kjo policia është më e mrekullueshme. Ore nuk e dinte kryeministri. Ta policë dolën e tanë që ky është ministri, më fal. Edhe një herë. Këta policë dolën nga i pari deri tek i fundit. Ta rroft ministri ynë se ky është më i miri, nuk duhet ike. Sot ministri tjetër denoncon kolegun e tij. Për të ndryshuar një palë me një palë tjetër në gjykimin tim. Dhe unë nuk mendoj që një kryeministër ka një gjykim dje dhe ka një gjykim tjetër sot. Ka një veprim të qëllimshëm dje dhe një veprim të qëllimshëm sot. Dhe nuk e themi që Shqipëria është kthyer në vendin kryesor trafiku drogave të rënda, nuk e them unë. E ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit që Shqipëria është eksportuesi i parë i marijuanës në Europë, nuk e kam thënë unë, këtë e ka thënë Europoli. Që Shqipëria ka gjithë këtë trafik, dhe gjithë të ardhur, tentojnë të shkojnë drejt grupeve, përse i citore, pse i citoni Europolin dhe Departamentin Amerikan të Shtetit në këtë rast është e drejta juaj? Po se s'do të mbesosh mua për apo të citoj. Ta mbaroj pyetjen. Pse i citoni në një rast të tillë kur i volit për qëndrimin dhe për argumentin tuaj, dhe në rastin kur zoti Han apo institucionet e tjera, po dhe qëndrimi zyrtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ju vjen për fije.
Pse mbani dy qëndrime? Dy standarde. Ky është gjykimi juaj. Ajo çka unë tentoj të them, më fal. Zoti Nan sapo e konsideroni si një qëndrim të pamatur ta përmbledh. Nëse doni të jepni, bëni edhe pyetjen, jepni edhe përgjigjen. Jo, kjo është pyetja. Më thoni kur duhet mbaroj pyetja, kur duhet mbaroj përgjigje. Atëherë, unë po i them bindjen tonë si opozitë. Nuk e pranoni se toni keni për interesa politike. Atëherë po parashtroj raporte të shkruara të ndërkombëtarëve për këtë çështje. Dhe meqense jemi këtu, ndarja ndërmjet influencës ose organizime terroriste dhe krimit të organizuar nuk është shumë e madhe. Dhe lidhjet ndërmjet tyre mund të kenë një rrezik për stabilitetin e Shqipërisë e më tej se kaq. Mirë, mos bëni skenar. Jo, më nuk bëj skenar. Atëherë prapë dhe këtu. Mos shkoni kaq larg apo. Edhe Fatos, edhe këtu. Po mirë, unë nuk kam. Shifni si mendon populli, jo tani duke sa i skenar. Nuk e di kë popull duhet pyes. Po populli shqiptar. Unë atë popull do pyes nesër, atë popull e kam thirrur për ta pyetur nesër. Atë popull e kam thirrur për ta pyetur nesër. Në qoftë se ju mendoni që përfaqësoni popullin këtu dhe kontoni mua këtë unë zgjedhje, keni gabim. Atëherë unë po ju them shqetësimin tim, i drejt apo i padrejt. Secili ka gjykimet e veta. Unë mendoj që këtu jemi në një situatë shumë problematike në shumë sfera, që nuk kanë mbyllë vetëm në kufirin ton gjeografik dhe politik. Është shumë më tepër se kaq. Por unë po ju them, po i referohem edhe një herë. Prokurorit antimafjes italiane, që tha që kemi të dhëna që para të cilat vinë nga trafiku i drogës shkojnë drejt grupeve terroriste. Nuk e kam thënë unë. Shpresoj të mos jetë e vërtet, sinqerisht shpresoj mos jetë e vërtet. Se është një problem jo i vogël, me cilën ne duhet merremi shumë seriozisht. Por ne duhet që në moment që flasim sot, më tepër se të bëjmë analizë politike, t'i kthehemi pyetjes. Po shkojmë në zgjedhje apo po shkojmë në një proces konfrontimi? Pyetje nga publiku për zotin Mediu. Fotis Begaj, kisha një pyetje për zotin Mediu. Kur u mboll kanabisi, pse nuk ndihej Partia Demokratike, opozita, por kur kanabisi filluan të flasin, apo në atë moment u siguruan që militantët e partisë të tyre e shitën atë? Pyetje. Pyetje shumë e goditur ti, Sandër. Në ka ardhur në redaksi. Po patjetër do, ka ndonjë redaktor tjetër që të vitë bëri pyetje ty nga këtë lloj. Po ja them edhe Fotit edhe ty bashk. Kur ne kemi denoncuar, po ja pra po ta them edhe ty dhe Fotit, meqense më zgjodhe Fotin. Në muajin maj të vitit kaluar dhe qershor. Nuk e zgjodha. Maj dhe qershor. Maj dhe qershor. Nuk e pranoj që e zgjodha. Po dhe Fotit, dakor, dhe Fotit. Nuk e zgjodha. Maj dhe qershor të vitit kaluar. Kemi denoncuar që në Shqipëri po futet një farë vietnameze. I kemi kërkuar me shkrim autoriteteve italiane që ndryhin sa më shpejt për të vëzhguar sipas marrëveshjes me policinë e shtetit kur të vinë kanabis në territorin e Shqipërisë. E kemi denoncuar kanabisin kur të gjithë na thoshin që po gënjen. Mirë, këto gjëra bëhen kollajn nga opozita o burr. Po mirë, kërkon këtë. Fatos, edhe një herë. Fatos. E kupton tani? Opozita nuk është institucion. Ne kemi kërkuar thotë. Çfarë do të thënë kjo? Pyetja ishte që opozita nuk e ka ngritur zërin. A doni të kthej përgjigjen për pyetjen? Po çfarë? Si ishte pyetja? Si ma lexo edhe një herë pyetjen. Nuk është se është unë dua që të Jo, edhe një herë, ma lexo pyetjen. Të përfshi publiku, nuk kupton. Megjithatë pyetja është kjo. Pyetja është kjo. Po opozita për këtë është se nuk ka as polici. Jo, nuk ka as opozita ka atëre, opozita ka dy funksione. Të përfshim edhe të tjerë të denoncoj dhe të bashkëpunoj për të luftuar fenomenet, dakor? Atëre, ne kemi denoncuar dhe kemi pas një reagim krejt absurd nga në qeverisë. Atë ju marrë një rast, ju kujtohet kur ne denoncuam që avion të vegjël vinin dhe transportonin drogë nga Shqipëria në drejtim të Italisë, kush ishte përgjigjja e kryeministit në parlament? Që këto ishin për të vaditur fushat sepse do në brisin mushkonjat. Dhe po mos kishin rënë dy avionët, e vegjël do thoshin prapë sot që ishin për mushkonjat. Kjo është fushat pas zgjedhje. Po jo, nuk është situacion konkrete. Doni të kalojmë te zgjedhjet, do të kalojmë te kaluara. Do po mpyesim. Zotë me duhet të shpërndajmë kaluara. Presupozohet që kjo është e kaluara. Presupozohet që kjo të shpërndajmë kohën. Partinë Socialiste dhe për zotin Rama. Tani kemi te kaluar këtë gjë. Jemi dakord. Po kostu ambulohet ndryshe më herë. Çështja është që ju toni kostu, padyshim që ka po investohet gjithë faktorët ndërkombëtar, siç është investuar prej vitesh, që gjendet një shumë konkret, pra kanë evoluar çështjet, nuk është se ne do të ka zgjedhje normale, ju jeni fushat dhe ju do flisni për bëmat, po themi për mëkatet e qeverisë Rama. Kjo mund të jetë në një moment të dytë kjo që thonë ju që avion të drogës etj. Efektin dhe kontrollin që ka krimi
organizuar në lidhje me pushtetin procesin zgjedhor. Problemi kryesor është bojkoti. Kërkoj opinionin e zotit Aziza. Jo, ka bojkot zgjedhësh, ne kemi kërkuar zgjedhje lira të ndershme. Jo, mo zotri, kemi kërkuar zgjedhje lira të ndershme. Kemi kërkuar ndryshime ligjore. Më thoni zotri një ndryshim ligjor që ka bërë Partia Socialiste, një të vetëm. Një të vetëm. Bojkotoni çdo. Kë komision ka bojkotuar? Pse flet veresie? Kë komision kam qenë antar komisioni, edhe në Komisionin e Reformës Drejtësi, edhe në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Atëherë më thoni kur e ka bojkotuar opozita Komisionin e Reformës Drejtësi. More zotri edhe një herë më tej që bojkotoi. Ka mundësi të flasim me përgjithësi, më thuaj një rast kur është bojkotuar komisioni. Një rast vetëm. Më thuaj një propozim Partisë Socialiste. Kush e bllokoi pra reformën drejtësi, se s'është me. Ja do ta temaj për reformën drejtësi. Mos shtrëmbërohet vërtet. Kush e bllokoi? Reformën drejtësi. E ka bllokuar Edi Rama që prishi konsensus, patjetër. Dakor. Që kërkon të bëjë drejtësi për të bërë ministri britanik për Ballkan, ish ministri britanik për Ballkan. E çfarë është ministri britanik për Ballkan? Thotë që rrezikon Partia Demokratike të ta përjashtojë Merkelin nga PBE-ja. E thot ai, po e thotë Toni Bleri që e paguanin Edi Rama. Patjetër më që thotë. Ti shpalli marmiq gjithë ndërkombëtarët. Jo, më nuk i shpall marmiq, shikoj realitetin ashtu siç është. E shikoj realitetin vetëm ashtu siç është. Po pse ata që ju pëlqejnë ai ish ministri jashtëm gjerman erdhi e qyti absurde. Edhe një tani unë po flas për vendin tim, Britaninë nuk e gjykoj dot. Nuk gjykoj dot as. Tani ata janë partnerët tanë, nuk na vinë ne. Mos zotëri, nëse ju mendoni ju që do të flisni për çdo gjë. Leksione demokracie tash në Gjermani. Ju që flisni për çdo gjë, larë pa larë, mendoni që unë duhet mbyll gojën për atë që e konsideroj të vërtetë, e ke gabim. Po thotë njëri ta mbyllësh gojën e fol çfarë duash. Zoti Aziza, zoti Aziza. Shiko. Fatmir ne po unë flas për atë që merrem, ju flisni për çdo gjë. Dhe ka mundësi domethënë me mua kur flas ruaj etikën. Nuk tash për çdo gjë. Ti mos kalo dhe mos bëj akuzat pa drejta. Nuk është bojkotuar. Nëse ke ardhur Partia Demokratike, po të kesh ardhur si përfaqësues i Partisë Socialiste, përgjithësi si përfaqësues i Partisë Socialiste. Se Partia Demokratike është opozita kryesore tani. Çfarë verove? Nuk thashë që bllokuar ti reformën tash. Po ku pra? Ku është? Ora kam qenë antar i bllokuar Partia Republikane reformën tani. Vjen keq tani. Mos e mbivlerëso vete. Unë po flas për opozitën Partinë Demokratike. Nuk e kuptoj se çfarë vlerë mund japësh vetes ti. Unë jam politik për 27 vjetësh. Po pra nëse do dialogojmë mbi të vërtetat, jo mbi të gënjeshtra. Zoti Aziza, mbi të vërtetat. Mbi të vërteta. Kush e bojkotoi? Mbi të vërtetat, nëse të pëlqen vërteta, kjo është çështje. Bojkotojnë më qef keni, mos prish asnjë punë, nëse Zoti Aziza. Nëse prish punë, ne kemi patur fatin e madh që mazhorancat në Shqipëri të ndryshojnë her pas here. To kushte nuk mund të themi që kjo mazhorancë është më e dëmshme nga mazhoranca e kaluar etj, sepse sot ka kanabis, dje nuk ishte. Çështja është se midis poleve dhe mazhorancave njëra mbas tjetrës nuk ka ekzistuar vullnet i mirë për të përpunuar, pse jo, unë ngelim gjithmonë në vështrim ligjor, një strategji të luftës kundër kanabizimit të vendit. Do të thënë, deri në 2013 nuk ka qenë kjo strategji. Më e keqja fare, dhe po ja kujtoj edhe ligjbërësit, më e keqja fare, kohët e fundit erdhim në momentin e përpunimit të kësaj strategjie. A mund të ishte një quorum i caktuar ligjbërësish përpunues të kësaj strategjie? Po padyshim që mund të ishte. Mund të ishte edhe opozita, ja që nuk u krye nga opozita. Por mund ta bënte edhe mazhoranca, po ja që nuk u bë. Do të thotë që ka një feeling midis dy forcave politike, pse jo, midis dy kampeve politike, për të mos ta bërë këtë strategji. Dhe unë në fundit, në kuptimin ligjor, i vë fajin të gjithë klasave politike që kanë kaluar. Erdhi në këtë lloj përmase, për shkak të këtij vullneti, po erdhi kjo politikë që të distancohej nga se jemi tek laku ndaj politikës, ky është fokusi i këtij emisioni. Erdhi tek laku ndaj politikës, pse mos të vinte? Jo vetëm laku ndaj mazhorancës, por dhe laku ndaj opozitës. Pse mos vinte? Sepse me ndryshimet e 2008-s, ç'ndodhi i nderuar? Ndodhi që zgjedhjet e pushtetit vendor të jenë në sistemin mazhoritar. Dhe këto duhen artikuluar thjesht. Zgjedhjet e kuvendit të Shqipërisë janë në sistemin proporcional. Që do thotë, ligjbërësi sot ka ardhur në atë far standardi për të cilët standardin e duhur në betejën me kanabisin, me lëndë narkotike të shkallës lartë etj. Por nuk ka ekzistuar vullneti. Dhe ne duhet ta pranojmë të thjeshtazi. A do të ekzistojë vullneti i ligjbërësit ose i qytetarit për ta frenuar të? Po të them, qytetari është në pozicionin e tij më të mundur, më të papërfillshëm sot. Pse? Sepse politika nuk i lë vend më qytetarit për të sulmuar të keqen. Sepse janë politikanët ata që
Sulmojnë të mirën, por nga ana tjetër, sulmojnë edhe të keqen. Nuk i ka ngelur gjë qytetarit për shkak të sistemit furgji. Sot ne flasin në interesat qytetarëve, një grup i opozitës i cili është mbyllur në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Por çfarë i ka krijuar mundësi qeverisjes? Ky grup, gjithë vëzhgimi i opozitës është ç'a bëhet me çadrën, më falesh. Por normalisht, duke u përqendruar vëmendjet te çadra, ç'a bën majoranca, qeverisja? Po bën ujku mirë gulldo. Punon me doganat, punon me tatimet, merr lek atje, bëj koncesione këtu, bëj një akt ligjor tjetër. Që do thot? Kjo minorancë, nëse do ta quajmë kështu, nuk e ka krijuar mundësinë brenda kuvendit për të përpunuar jo vetëm strategjit, por për të bërë dhe luftën frontale për përmirësimin e standardit ligjor. Sot ne, e them sërish, sot ne, me të vërtet kemi bërë një seri ndryshimesh të mëdha ligjore, procedurale dhe materiale. Por nuk është dhënë mendimi i kësaj pjese. Dhe normalisht mund mos konsiderohet që ky quorum ligjor është pjesërisht bie pjesërisht rënd, mbi pjesën më të madhe sipas pretendimit të opozitës, që është pjesa më e madhe ajo që do përfaqësohet kundër majorancës sotme, dhe nuk bie ose bie lehtëshëm, rakordon lehtëshëm me pjesën minorancën, nëse do ta quajmë qeverisjen. Por në fundit çfarë është kjo? Kjo është papjekuri e kuadrit ligjor. Ne nuk kemi arsye, dhe unë mendoj, nuk kemi arsye sot që të themi që kanabizimi i vendit e ka origjinën mbas 2013. Jo. Kanabizimi i vendit është pjesë e një sjellje politike të vazhdueshme, nuk ka rëndësi, pak apo shumë. Dhe pjesë e kësaj sjellje politike, e cila nuk ka gjetur ose nuk ka dashur të gjej instrumentat ligjor për ta frenuar të. Dhe secili prej nesh është fajtor. Faleminderit zoti Aziza, ajo që mbetet në diskutim është çfarë do të ndodh ditën e hënë, a ka më shpresë për një zdalje të butë, quajmë, nga ky qorsokak ku është aktualisht politika në Tiranë. Flitet për të dërguarin në nivelit lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Mediu dhe të tjerët që do të vinë në Tiranë ditën e hënë, që është zëvendës sekretari amerikan i shtetit. A shihni mundësi që ky të jetë ai që po konsiderohet si shansi i fundit apo mundësia e fundit që ndërkombëtarët të ndërhyjnë për ta zgjidhur krizën në Shqipëri në mënyrë që mos të kemi zgjedhje vetëm me partitë e shumicës? Si mendoni? Do të jap fjalën fillimisht zotit Klosi për arsye të shpërndarjes së kohës, por sigurisht dhe zoti Mediu më intereson. Tani, unë them që nuk është e thjeshtë edhe për atë që do vi me këtë qëndrim që po mbahet. Ishin të gjithë më të rëndësishmit e Europës, sa meritojmë ne, nuk erdhi Merkel këtu ose të tjerë, po. Të dërguarit e tyre, po? Të dërguarit e tyre. Erdhen dhe po bëjnë deklarata mbasi ikin, mbasi kanë ardhur disa herë, kanë biseduar, kanë bërë, e din historinë e kanabis, e din se çka ka ndodhur në parlament këto 3 vjet, kush është përpjekur, kush nuk përpjekur. Unë jam i sigurt që ambasadorët kryesorë kanë qenë më shumë se nën punës së shtetit shqiptar. Kanë hyrë e kanë dalë në përzyrat e kryeministrit, në përzyrat e presidentit, e kryetarit kuvendit, të opozitës, do thënë, është e pamundur që ata nuk e njohin situatën në Shqipëri. Dhe tani ka ardhur puna në një moment që bëjnë deklarata të tilla. Unë them që këto deklarata nuk vinë nga fakti që nuk e njohin situatën. Do ishte absurde të mendohesh që nuk e njohin situatën. Ndërkohë që ne kemi shumë vjet që çdo problem të rëndësishëm të politikës shqiptare jemi munduar ta zgjidhim me ndihmën e tyre. Pra ata kanë qenë në korrent, unë them që para 20 e ca vjetësh. Të paktën në kohën që kam qenë unë në pushtet, kam qenë në funksion, si drejtuesi i unë e kisha shumë qartë që ata shpesh dinin më shumë se neve. Ta themi troçfarë. Situatën në Shqipëri e njohin më shumë se neve, situatën natyrisht jo se shndodhte në fshatin X ose në fshatin Y, por ç'a ndodhte në politikën shqiptare. Kush ishin interesat, pse njëri sillesh kështu, pse tjetri sillesh kështu, kush ishin marrëdhëniet midis njerëzve, me këtë ishin lidhur e me këtë ishin të lidhur. Kështu që unë besoj që duhet t'i dëgjojmë, jo besoj po, mendoj që duhet t'i dëgjojmë. Pse? Këto deklarata nuk lidhen me ndonjë mosnjohje të Shqipërisë, as me faktin se janë me njërin palë ose me palën tjetër. Është e vërtet që problemi kryesor i Evropës, edhe i Shtetet Bashkuara, është siguria në këtë vend. Pastaj vinë të tjerat.
Se siguria në Shqipëri sigurisht kondicionon dhe sigurinë në rajon. Dhe kjo është një dukuri e rëndësishme. Erdhë Murati, më falë. Jo, s'ka problem fare. Nga informacionet që keni ju, nga rrjeti juaj, nga gazeta, për ditën e hënë, ka në një shansë po? Zoti I, nuk është era parë që vjen në rajon, vetëm pak javën parë ishte në Shkup, në Prishtinë, sepse dihet që kjo është një cep i nxehtë me zhvillime i botës. Nga informacionet që kemi në gazetë, nuk ka një paketë konkrete që do të ofrojë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për zgjidhje. Ai mund të tentojë t'i ul palën në tavolinë ose t'japi porositë e rastit ose t'japi për shembull mesazhet publike të forta për njërin apo për tjetrën palë, por deri tani pra nga informacionet paraprake, sepse nëse do të kishte kuptohet që mbahet sekret dhe unë dim vetëm liderët kryesorë po themi të partive politike, por nga ajo që dim pra që është bërë publike deri tani ose nga burimet nga partitë kryesore, nuk ka pra po themi një draft të ri, siç ishte drafti me McAllister, që ishte diçka konkrete me pika 1, 2, 3, 4 që ushtrua në tryezë për të rënë dakord. Nuk besoj, ai besoj që vjen për të mbajtur një qendrim politik. Pra për të konfirmuar dhe qendrimet e ambasadorit Lu, sepse këtu ambasadori Lu shpeshherë është quajtur si jo njeri i Sorosit e kështu me lloj teorisë konspiracioniste, siç e ka mbështetur Bashkimi Evropian në ambasadoren Vlautin. Gjithë leadershipi pra i Bashkimit Evropian ka thënë që ai flet me zërin tonë, për këtë punë vjen besoj edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për të konfirmuar që mesazhet e zotit Lu janë mesazhet e Departamentit të Shtetit dhe nuk besoj që ai vjen për të përgjigjëstruar Lun ose për të dhënë një draft konkret për të rinisur negociatat. Pra nuk ka ndonjë rrezet drite për ndonjë deri tani, pak deri tani, nuk do ishte çudi që të ketë surprizë, por deri tani nuk ka. Çfarë prisni ju? Çfarë pret opozita nga ardhja e zëvendës? Do ta them çfarë pret opozita, por së pari do të desha më vjen keq, sinqerisht, që propaganda e qëllimshme e Ramës vjen deri këtu. Në shkuptim. Reforma në drejtësi është një reformë që miratua nga opozita shqiptare. Pa opozitën shqiptare, nuk miratoi reforma në drejtësi. Nuk kishte asnjë mundësi, s'kishte numrat. Ne patëm një marrëveshje të miratuar në komision ditën që miratuam edhe reformën kushtetuese. Që të gjitha ligjet për implementimin e reformës në drejtësi duhet ishin ligje me konsensus. Pse? Pasi zoti Azizi mund ta shpjegojë mirë se unë, se janë ligje shumë të rëndësishme që nuk mund të jenë të një pale politike, që kanë bënë një pushtet që është jashtë politikës dhe duhet të jetë jashtë duarve të politikës. Ligji për SPAK-un u votua me konsensus për shkak të ndryrjes fortë të ambasadës amerikane. Ligji për vettingu dhe ligjet e tjera nuk u morën konsiderat jo qëndrime politike, po ju them edhe një herë, erli si gazetar e tjerët le të ulen dhe të marrin materialet që ka depozituar opozita si amendamente konkrete. Nuk kishin të bënin me politikë, kishin të bënin me problemin e kontrollit të ekzekutivit në procesin e vettingut. Sikur të jetë më i miri kryeministër, nuk është i paanshëm në vlerësimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, se ka një interes politik të caktuar. Dhe pikërisht për këtë është bllokuar i gjithë procesi. Vizita e tonës. Juve, kur ne duam diskutojmë Hanin, se ka thënë drejt apo jo, na bëni armik të Europës. Kur Rama del dhe thotë që Trumpi është shëmtia dhe turpi i civilizimit, juve këtë e quani njeriu më të mençur të botës. Se ka përgjithsisht, pati duar trokitje të nda, zoti Rama me partnerin ton më strategjik. Në ndërhyrjet kune të brendshme. Përdorni mbiemrin juve e keni personal. Pati zërat fuqishëm, mediatik, opinionist, që i thanë bravo se ky kryeministri që nga kaq trim, sa nuk pyet as për Trumpin. Dhe Trumpi është presidenti i Amerikës dhe zoti Lu përfaqëson pikërisht presidentin e Amerikës këtu në Tiranë dhe Departamentin e Shtetit. Zoti Lu ka qenë një nga njerëzit më aktiv në zgjidhjen e çështjes së krizës që kemi në sot. Dhe unë kam pas mundësinë dhe kënaqësinë që të ulem disa herë me të për të ndikuar sadopak në palët që gjejmë një zgjidhje, edhe për takimin që u bë te presidenti, edhe iniciativat e tij të vazhdueshme dhe propozime konkrete që ka ofruar palëve për këtë çështje. A janë ato propozime të cilat janë pranuar apo mund të jenë pranueshme? Kjo është një çështje për të diskutuar. Zoti Hojtli, nëse do vinte këtu për të thënë që shiko se ju të opozitës jeni të poshtër këta socialistët dhe Edi Rama, miku i Trumpit që nga burri më i mirë, e kishte bërë këtë nga Washingtoni. Unë them që zoti Hojtli ka ardhur për të diskutuar për krizën në Shqipëri.
dhe për diskutuar dhe për të parë se kush janë rrugët e zgjidhjes. Se po i kthem asaj çështje që me drejtë e ngriti Fatosi, që siguria në Shqipëri dhe në rajon është shumë e rëndësishme, sidomos me zhvillimet e fundit gjeopolitike në rajonin e Ballkanit. Dhe duke qenë kështu, kjo siguri duhet parë nga se buron. Në gjykimin tim si qytetar dhe si politikan, buron nga funksionimi normal demokratik, nga funksionimi i shtetit për të luftuar trafikun, kanabisin, krimin e organizuar dhe një marrëdhënie politike të qëndrueshme duke vendosur interesin kombëtar primar dhe interesat e qytetarëve shqiptar. Kjo është bindja ime. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj që ka hapësira dhe mundësi për të gjetur zgjidhje. Në qoftë se opozitën do ta vendosnin për të reaguar dhe jo për të vepruar në logjik, padyshim që do vim tek ai konkluzion që ju bët në fillim të bisedës tuaj. Opozita, në qoftë se do të vendosen pozicione reaguese, do të bëjë, do të rrijë, do të vështrojë që do të mikrofonin, nëse mundeni, po. Ndërkohë ne do të rrijë, do të vështrojë se si Rama do të marrë 100% pushtetit. Do na kthejnë në kohën e diktaturës. Këtë duhet vështrojë se si socialistët apo të majtë duhet ndajnë pushtet me njëri tjetrin. Do ta vazhdojmë këtu edhe për arsye teknike, për arsye të mikrofonit do të kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit në Kapital, kthehemi mbas pak.